shqetësimet shumëta dhe kërkoj mënyrë humane që të shtyhet kjo seansa tjetër dhe në herën tjetër kësaj që do të bëjmë më mirë, për shkak se edhe terapinë që më tregon terapi shumë e rëndë nuk mund të përcjell seancën. A ki nevojë me ta sjell ai doktor? Jo, ambulant. Terapi në morë, nëse tash praktikisht ne siguri pitë, do të ditë këto bëjmë. Jemi të njoftuar nga një site përkatëse që njëri nga të akuzuarit Bedri Shabani ka qenë sot në shëndet jo mirë. Ke marrë trajtim shëndetësor apo vetëm? Po nuk jam i dashur në vazhdim seancën, kam gjetur. Fillimisht jemi të njoftuar nga një site përkatëse e transportit se i akuzuarit Bedri Shabani ka qenë në gjendje jo, nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, kena marrë, për nuk është aksesor terapia që më shkupohen, të pa mund që e marrë pjesë në seancë. Nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore, presje. Ka dërguar tek doktorin brenda burgut. Po, brenda burgut. Ka dërguar tek doktorin brenda burgut. A ka terapi diçka ose? Po, terapi, po, plus sa jam dëshirë publike, që është shëndetit dhe kalite. Lutëm avokatët, nëse ta po fjallën, nëse ta po fjallën. Po mërë terapi, plus sa jam ashtë gjendje që është e vështirë, jam dëshirë të mille që të 30 minuta. Ju po thani për mi pas qartë që nuk jeni në gjendje për shkak shëndetit me vazhdu? Po, kaq. Trupin gjykues pas këshillimit dhe duke marrë parasysh shqetësimin shëndetësor të ngritur nga e akuzuari Bedri Shabani, dhe me qëllim të sqarimit të çështjes, nxjerr këtë argumentim dhe pritet seanca shqyrtimit gjyqësor në orën 10. Gjykata me njëherë do të kontaktoj shërbimin korrektues për të marrë informacione më detaje në lidhje me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Varësisht nga raporti që do të dërgoj shërbimi korrektues, gjykata do të procedojë me seancën. Gjykata me njëherë ka kontaktuar me qendrën e parabolimit në Gjilan, ku përmes e-mailit ka kërkuar sqarime lidhur me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Me njëherë, nga doktori i kësaj qendre, nga një mregjeti, kemi marrë përgjigjen se i pandehri Bedri Shabani me datë 11/11/2025 është lajmëruar për konsult tek mjeku i burgut, ku edhe është vizituar me pretendimet si në ankesën e tij. Po ashtu, të njëjtit, i është rekomanduar terapi dhe
konsulta tek specialistët përkatës. Duke qenë se kjo përgjigje ishte pak e mangët, gjykata edhe njerë përmes telefonit kontakton me njësim përkatëse në Burg për të interesuar se është vizituar konkretisht sot tek doktor tekniku apo dhe nga përgjigja përmes telefonit rezulton se edhe sot i akuzuri Bedri Shabani është vizituar tekniku i Burgut dhe se parametrat vital kanë qenë brenda vlera normale. Megjithatë, gjykata e ka kërkuar që këtë përgjigje ta ofrojnë edhe në shkrim. Dhe jemi në pritje të kësaj përgjigje për ta dokumentuar deri sa të na kthejmë në kryevesht, deri në pritje të kësaj përgjigje plotësuese dhe marrë parasysh natyrën e shqetësimeve të cilat i kanë ngritur i akuzuar Bedri Shabani, të cilat tani për tani gjykata nuk dëshiron t'i bëjë publike. Kështu, a vazhdon me pas shqetësimet njëjta shëndetësore? Para shqetësime shëndetësore më shumë se paragrafit vetëm pak. Po kam shqetësime të shumta dhe kërkoj mënyrë humane që të shtyhet kjo seansa tjetër dhe në herën tjetër kësaj që do të bëjmë më mirë, për shkak se terapia që më tregon terapi shumë e rëndë nuk mund të përcjell seancën. Kjo është kërkesa ime. A ki nevojë me ta sjell ai doktor? Jo, ambulant. Terapia në morë, sot tash praktikisht ne jam siguri i pit, nuk e di ku apo jam. Vazhdo që të vani. Nuk kam nevojë tani për tani që të më sjellin ambulant e as doktor sepse terapinë e kam marrë. Me qenë se jemi në fazat që tani kemi marrë këtë informacion, na nuk duam ta bëjmë publike as në llojin as natyrën e smundjes, besojmë që avokati është djeni, po avokati për ashtu. Shkrytarë më qënë se janë qështët të natyrës personale, shëndetësore, humanitare, e konfidenciale, plus që kjo pjesë të jetë pa publicitet. Sepse nuk mund të ndaj informacionet e tilla, realisht po lihen keq për klientin, kur është objekt i Të trajtohet pa publicitet, do të kemi kërkesë për një përjashtu publik. po për këtë pjesë, po për është. Aprovohet kërkesa e mbrojtës të avokatit Besnik Berisha. Ashtu që përjashtohet përkohësisht publiku nga kjo çështje penale. Vetëm sa i përket pjesës ku do të deklarohet lidhur me gjendjen shëndetësore të mbrojtjes të tij.